Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Të vazhdojmë mësimin e tretë dhe të fundit, pra në lidhje me këtë temë jemi duke folur për edukimin e fëmijës. Po flisja për cilësitë që duhet ketë një edukator i suksesshëm dhe cilësia e tetë që duhet ketë një edukator i suksesshëm është qiltërsia, tjeti sinqert, tjeti qiltër. Po, të flasë drejt, thot vërtetën. Të veproj drejt, të kryej punët me sinqeritet për Allahun subhanahu wa ta'ala. Tjeti qiltër dhe në marrëdhëniet me njerëzit. Mos bëj hile, mos mashtroj. Të mos gënjej, të mos dëshmoj rrenjshëm, të mos tradhtoj njerëzit, mos i pres mbes njerëzit, të ruaj amanetet, ta maj premtimin. Edhe në komunikim me fëmijët, duhet me thonë gjithmonë vërtetën. Nëse ja jep fjalën fëmijës, duhet me ja majt fjalën. Nëse ja ke dhënë një premtim fëmijës, duhet me ja majt premtimin. Ka treguar Enesi radhiyallahu anhu ose ka treguar një sahab tjetër se profeti sallallahu alaihi wasallam kishte shkuar në shtëpinë e tyre. Edhe fëmia kishte dash me dal. Nëna i thot fëmijës, eja se do t'jap diçka. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, çfarë deshe t'i japësh? Ajo tha, desha t'i jap ca hurmë arabia. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, "Law lam tu'tihi lakutibat alayki kidhba." Nëse ti nuk do t'ja kishe dhënë këtë, nëse nuk do t'ja kishe mbajtur këtë premtim, do të quhej një gënjeshtër. Kështu që në qoftë se ja japim fjalën fëmijës, duhet ja marrim. Në qoftë se ja premtojmë fëmijës diçka, duhet që t'ja marrim premtimin. Të mos i gënjejmë fëmijët. Nuk duhet konstatojnë fëmija që prindi gënjen. Ka prindër që i mësojnë fëmijët me sy e faqësi. Për shkak se për shembull kur janë me njerëzit, tjetër sjellje kanë. Familje kanë sjellje tjetër. Shtiret, për shembull, si i devotshëm, mirë po në familje nuk është i devotshëm. Shtiret si i pasur para njerëzve, por në familje nuk është i tillë. Çfarë bën kjo? Kjo zhvillon tek fëmia, kjo sjellje e prindit, sjellja e syfaqësisë tek sjellja prej shtiraku, bën që dhe fëmia të formohet në këtë mënyrë. Edhe fillon e shtiret. Tjetër sillet me njerëzit, tjetër sillet në familje. Pra edukohet një fëmijë syfaqësor, Allahu subhanahu wa taala na ruajt. E nënta është qiltërsia. Ose e nënta është urtësia. Urtësia do thotë që gjithçka me e vënë në vendin e vet. Prindi do të jetë i matur. Duhet që të jetë i vetë përmbajtur, ndjenjat, duhet që domethënë t'i frenoj dëshirat, t'i frenoj. Duhet që t'njohë mënyra se si edukohet fëmia, por kur flasim për mënyrën e edukimit të fëmijës, nuk dua me thonë domethënë që me u marr me shumë teori. Por këto çështje që i përmenda, dhe çështje tjera, që janë të lehta, janë të thjeshta, janë të kapshme. Ti kthej, domethënë, ti referohemi asaj metodës së profetit, shokëve të profetit, të parëve të këtij ummeti në edukimin e fëmijëve. Ka qenë të lehtë, ka qenë e thjeshtë. Nuk kishin shumë fjalë, kishin praktik, kishin punë. Mund të shohim mënyrën se si kanë edukuar gjyshrit ton, gjyshet tona, baballarët tonë dhe nënat tona. Kanë pas sukses në edukimin e fëmijëve. Për shembull, ndonjëri ka rritur 7 fëmijë ose 10 fëmijë, të gjithë punëtor, të gjithë të mbar, të gjithë familjar. Nëse në kohën tonë ka prindër që rrisin 2 fëmijë, e megjithatë kanë probleme. Fëmia narkoman, vajza mund dal prostitut, fëmia mund dal duhanxhi, parazit,
i paaft, i pavendosur, me smundje psikike, probleme nga më të shumtat. Allah subhanahu wa taala. Ka njerëz që më lavdërojnë sa shoqëri, domethënë pa mas, atje nuk vjedhin, atje nuk vrasin. Po atje shumica e fëmijëve kanë smundje psikike. Shumica bëjnë vese të këqija, kanë probleme të mëdha. Ka fëmijë që mendojnë vetvritën. Allah subhanahu wa taala na ruaj. Çfarë gjendje është? Kjo gjendje e mjerueshme. Këta janë dështak në edukimin e fëmijëve. Dhe këto probleme rrezikojnë që të përhapen edhe në mesin e muslimanëve. Kështu që shohim gjyshrit, ka pasur, edhe pse ata nuk kanë marrë universitete, po amo kanë pas sukses. Pse? Se ka pas një disiplinë, ka qenë, domthonë, edukimi ka qenë praktik. Dinin pak fjalë dhe i zbatonin. Besimin ka deri në Allahut. Namazin, agjërimin, respektin për prindin, se të jetë gjallë. Respektonin prindrit. S'ka pas nevojë për shumë leksione. Ka urdhëruar Allahu në Kur'an, respekton e prindin. Tjetër, mikpritjen, bujarin, trimrin. Të përpiqemi dhe ne në këtë mënyrë, domethënë të jemi praktik. Pak fjalë, jo shumë. Unë nuk mendoj që të merrem me libra voluminoz, të studiojmë libra voluminoz mbi edukimin e fëmijëve, me psikologji, me filozofi, me kështu, me muhabetesh. Marrim librin 40 hadithet, Riyadus Salihin, Tefsirin e Ibn Kathirit, libra mbi edukimin e fëmijëve që janë shumë të thjeshtë, janë shumë të qartë, edhe të përpiqemi të edukojmë fëmijët me një metodë të saktë, të thjeshtë, mesatare, pa teprime, pa neglizhim. Kështu shpresojmë që të kemi sukses, inshallahu taala. Se nëse merrem me shumë fjalë, me shumë filozofira, me shumë teorira, nëse ne tregojmë që kemi nevojë të madhe të studiojmë ato që kanë nxjerrë qafirat, teoritë e tyre psikologjike dhe të merremi me pedagogjinë e qafirave, edhe të përpiqemi t'u zbërthejmë muslimanëve, domethënë thua se do të bëhesh shkencëtar çdo prind për edukuar fëmijën. Bëhet tepër e vështirë. Unë nuk them se gjithë ato që kanë thonë jo muslimanë mbi edukimin nuk janë të sakta. Nuk po them që çdo teori e tyre s'është e vërtetë. Por ato që janë të vërteta, ka ato që kanë thënë ata, ne i kemi edhe më mirë, dhe më arsyeshëm, dhe më qartë. Elhamdulillah. Ne mund të marrim për tyre çështje që ju përkasin shkencave eksakte. Çështje që kanë të bëjnë domethënë me mënyrat e shfrytëzimit të burimeve në tokë, për të fituar pasuri, për të mbajtur, për sistemimin e çështjeve kështu me radhë, për organizimin e gjërave. Por sa i përket edukimit, sa i përket fetarisë, sa i përket moralit, ne kemi plot mësime që dalin nga Kurani, nga Suneti, nga përvoja e sahabëve, dietarëve të ummetit, nga prindrit tonë. Ne jemi krenar. Ne kemi trashëguar një trashëgimi shumë të rëndësishme. Në këtë pjesë ne do t'i mësojmë ata. Ne mund t'u themi atyre se si bëhet jeta. Se ne kemi trashëguar, elhamdulillah, kemi pas familje shëndetshme, kemi pas lidhje farefisnore, kanë edukuar fëmijët, kanë nxjerrë fëmijë të xhairit, elhamdulillah. Prindit duhet bashkëpunojnë me njëri tjetrin, të ndajnë detyrat, të ndajnë çështjet, edhe kjo hyn ke urtësia në edukimin e fëmijëve. Vim ke një çështje tjetër tani në edukimin e fëmijëve. Pra, disa çështje apo disa aspekte ku duhet të fokusohemi në edukimin e fëmijëve. Spari, t'ia mësojmë fëmijës besimin islam. Unë nuk do të flas për gjitha çështjet e besimit, po unë do të përmend 2-3 çështje për ta kuptuar këtë pjesë. Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an porosinë që Lukmani ia dha birit vet. Ja bunayya la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun adhim. O birim, mos i bëj shok Zotit, mos i bëj shok Allahut, se vërtet shirku është padrejtësi e madhe. Kështu që ja mësojmë fëmijës tauhidin, qartë, thjesht, kuptimin e shahadetit. T'ia mësojmë se kush janë format e shirkut. Domethënë, nga çdo lloj ja mësojmë, domethënë japim një shembull që ta kuptojnë dhe të ruhet fëmia nga shirku. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Ya ghulam inni uallimuka kalimat." O djalë, do të mësoj disa fjalë.
Ihfadhillah yahfadh. Ruaj Allahun që Allahu të ruaj ty. Ihfadhillah tajidhu tujahak. Ruaj Allahun, domethënë ruaj fenë, respektoj detyrat, largohu nga gjunahet, përmbaju fesë. Që Allahu të jetë para teje, pra që Allahu të jetë me ty, Allahu të të ndihmojë, Allahu të jap sukses. Idha sa'alta fas'alillah. Kur të kërkosh diçka, kërkoj vetëm prej Allahut. Mos e kërko prej dikujt tjetër përveç Allahut. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Kur të kërkosh ndihmë, kërko vetëm prej Allahut të lartësuar. Edhe në vazhdim të hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam ja ka mësuar dhe kaderin e Zotit. Me pranu kaderin e Allahut. Se do ndodh vetëm ajo që ka caktuar Allahu. Do i vinë një vetëm ajo mirë që ka caktuar Allahut. Dhe mund të ndodh vetëm ajo sprov apo ajo keq që ka caktuar Allahu, ajo ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Kështu që fëmia të rritet me besim kaderin. Ta ketë lidhur me zemrën me Allahun subhanahu wa taala. Kjo bën që fëmia të jetë trim, që fëmia të jetë bujar, që fëmia të jetë i qetë, që fëmia të mos ketë frikë nga ardhmja. Fëmia të ketë siguri që ajo që nduart e Allahut, jo që ajo që ka në dorë vet. Fëmia të jetë i bindur se do të vinë ato të mira që ka caktuar Allahu. Sikur të mlidheshin gjithë njerëzit, ta provojnë nga e mirë që ka caktuar Allahu, nuk munden. Dhe sikur të mlidhen gjithë njerëzit, t'ia sjellin një të mirë që s'ja ka caktuar Allahu, nuk ja sjellin dot. Edhe kjo e keqja. Sikur të mlidhen gjithë njerëzit, ta parandalojnë një të keq që ka caktuar Allahu, nuk e parandalojnë dot, nuk e shmangin dot. Dhe sikur të mlidhen gjithë njerëzit, t'ia bëjnë njeriu një dëm që s'ja ka caktuar Allahu, nuk mundën t'ia bëjnë. Pra, profeti sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet këtyre fjalëve, këtyre porosive, ja ka mësuar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu të çështjet e besimit. Dhe kemi nevojë domethënë që edhe çështjet e besimit fëmijëve t'u tregojmë në mënyrë praktike. Aq thjesht dhe lehtë siç dalin nga Kurani dhe Suneti. Janë studiuesit, janë nxënësit e dijes, janë dietarët ata që do thellohen më shumë mbi hollësitë e besimit, çështjet e kaderit, kundërshtimin e grupeve të humbura, ndërsa fëmijët, mjafton që të thonë shtyllat e Islamit, njohin Zotin, njohin se Allahu është më i madh, është më i lartë, është më i bukur, ai është më i dijshëm, ai e gjon gjithçka, ai e shikon gjithçka, ai është i gjithëmshirshëm, ai na ka bërë gjitha të mirat, ai na ka përfshin mirësitë e tij, edhe sytë, edhe shnetin, edhe rreshtet e shiut, edhe gjelbrimin, edhe bukuritë. Janë mirësia e mëshirë nga Allahu i lartësuar prej nesh, ta di që Allahu është lart. Sa e kanë natyrë fëmia këto. Dhe ja mësojmë që të shpresoj të mirat e Zotit, të ketë frikë dënimin e Allahut nëse kundërshton Allahun subhanahu wa taala, ketë besim në kaderin e Allahut, se kështu bëhet trim, kështu do të jetë bujar, kështu do të jetë nuk do të tremet, kështu do të jetë i qetë në jetë. Një çështje tjetër, ta edukojmë fëmijën me takwa, sa Allahu i Rasul ka thënë qu anfusakum wa ahlikum nara. Mbroni vetët tuaja dhe familjet tuaja nga zjarri i xhenemit. Ta edukojmë fëmijën që të kryejë detyrat e fesë dhe të ruhet nga gjunahet. Selefët e këtij umeti përqendroheshin shumë ke takwaja, që fëmijët e tyre të ishin devotshëm, të ruheshin dënimit të Allahut, të kryenin detyrat dhe të ruheshin nga gjunahet. Edhe po asnjë një tregim. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu një herë kalon pranë ca fëmijëve, ca djem që po luanin. Edhe gjithë ikën djem, përveç njërit. Se Umar radhiyallahu anhu ishte shumë autoritar. Shejtani kishte frikë nga Umeri dhe ikte. Kështu që djem sa e pan Umar radhiyallahu anhu u larguan. Përveç njërit, qëndroi. Ky ishte Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair, biri i Esmas. Esmaja radhiyallahu anha edukonte deri në atë pikë sa që thosh njëri ti ke mëshirë për ta apo jo. Po mua edukoi një nga burrat më të mëdhej, një nga trimat më të mëdhej. Radhiyallahu anha wa anhu. Prandaj domethënë nënat e mëdha kanë edukuar fëmijë burrat mëdhej. Një pjesë e dietarëve të mëdhej të ummetit janë rrit jetima. Dhe prandaj kanë thënë kur shikon një burr të rëndësishëm, dije se pas tij ka qenë një nan madhështore. Imam Ahmedi është rrit jetim. Imam Shafiu është rrit jetim. Imam Buhariu është rrit jetim. Pra shohim dietar të mëdhej, të cilët janë rrit jetima. Nëna ka treguar kujdes të madh. Në kohën tonë
një në Arabi e merrte fëmijën kujdese për të që të mësonte fen, kujdese shumë. Dhe i thot xhaxhai i fëmijës, shumë po e tepron. Thot unë shpresoj që të faresh ti mas ti. Domethënë që këtë bëhet imam, bëhet dietar, edhe ti të njëjë shembullin e tij dhe të falesh mas ti. Edhe vërtet u bë dietar domethënë ai fëmia. Pra, Omer radhiyallahu anhu i tërhoqë domethënë pa Abdullah ibn Zubair, i tërhoqë vëmend, gjithë ikën përveç tij. Po ti tha pse si u ikën tjerët? Pse nuk vrapova? Tha, unë tha s'kam bëj gjuna tha. S'kam se ti, s'kam bë faj. Dhe rruga është e gjerë, keku të kalosh, kështu që s'ka pse ti. Shikon pra, domethënë e ka rritur fëmijën me devocion fetar. Ta edukojmë fëmijën me vetdijen se është nën mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar ka përmendur Kur'an se Luqmani tha birit vet, ja bunayya, innaha in taku mithqala habatin min khardalin, fatakun fi sakhratin aw fi as-samawati aw fi al-ardi, ya'ti biha Allah, inna Allaha latifun khabir. I tha o birim, vepra qoftë e mirë apo e keqe, sado e vogël qoftë dhe aq sa peshon një milingon e vogël. Dhe ku do qoftë ajo? Qoftë edhe brenda një shkëmbi, apo në çdo çfarëdo vendi në qiell e në tokë. Allahu do ta sjellë atë ditën e gjykimit, se Allahu e di gjithçka. Ai e vështron gjithçka. Allahu është latifun khabir. Ai di gjërat hollësisht. Dhe ai njeh të gjitha veprat e njerëzve. Imtësisht. Pra ta rrisim fëmijën me vetdijen, ta edukojmë me vetdijen se e di Allahu çfarë bëjmë ne. Se na shikon Allahu. Se jemi në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Nëse fëmia e formon këtë vetdije, atëherë kur mungon prindi do ruhet. Të thonë se Allahu, e di Allahu gjendjen time. Si dhe një transmetim të saktë se Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ka pa një bari baktish. E ka thënë, i tha, a ma shet një bakti? Tha, janë të pronarit. I tha Abdullah ibn Umar, pronari nuk është këtu, nuk na shikon. Ma shit, po e therim, po e ham bashk, edhe thuaj pronari që e hëngri ujku. Po e vunin provë, kuptohet. Çfarë qëndrimi do të kishte? Ky shërbëtori, ky sklavi, ky djali i vogël tha: "Fa ayna alladhi fi as-sama?" Bëri shenjë nga qielli, tha: "Po ai që është lart. A nuk na shikon? A nuk e di se çfarë po bëjmë ne?" Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu tha: "Fa ana haqqu an aqul fa ayna Allah?" Tha, unë jam më i denjë se ti të them ku është Allahu. Na shikon Allahu. Na dëgjon Allahu. E di Allahu rreth gjendjen tonë. Duhet që fëmijët tonë të rriten si ky djalë. Ta dinë që kur të jetë vetmi, nuk është vetëm, e shikon Allahu subhanahu wa taala. E di Allahu subhanahu wa taala gjendjen. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ittaqillaha haythu ma kunt." Kije frikë Allahun kudo që të jesh. Ti edukojnë fëmijët që të falen namazin, kujdesen për namazin. Allahu thotë në Kur'an: "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha." Urdhëroj familjen tënde ta falin namazin dhe duro në faljen e namazit. Allahu i Lartësuar ka përmendur në Kur'an se Ismaili alayhi salatu wassalam urdhëronte familjen e tij të falin namaz. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Ai urdhëronte familjen e tij që të falin namazin dhe ta japin zakatin e pasurisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in." Urdhëroni fëmijët tuaj që të falin namazin kur mbushin 7 vjeç, domethënë dhe hyjnë për 8 vjeç. Po ashtu sipas një hadithi tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Allimu as-sabiyya as-salah." Mësojeni fëmijës namazin kur i mbush 7 vjeç. Profeti sallallahu alaihi wasallam vet djemve u mësonte namazin. Për shembull shkojnë disa djemë të ri ke xhamia e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ju përkisni një fisi. Këtë hadith ka treguar Malik ibn Huwairith radhiyallahu anhu. Të ri, moshatar, mësuan fen, mësuan namazin. Profeti i pyeti për njerëz që kishin lënë familje. E pa që i kishte marrë mallin për familjen, dhe u tha ktheuni tek familjet tuaja, qëndroni në mesin e tyre. Mësojeni njerëzit e familjes
dhe kur të hyj koha namazit, ta thrasë ezanin i më i madhi njëri për jush. Dhe të prit namaz më i madhi, se ishim moshatarë, kishim mësuar Kur'anin njësoj. Prandaj tha të prit namaz më i madhi për jush. Dhe tha faleni namazin, sallu kema ra'aytumuni usalli. Faleni namazin ashtu siç më keni parë mua duke u falur. Këtë hadith e ka sjellë Buhariu në Sahihun e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam një herë kur Abdullah ibn Abbas është falur bashkë me profetin gjatë natës, namaz natë. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu u vendos në të majtën e profetit. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam mori, ndërkohë që ishte në namaz dhe vendosi në të djathtën e tij. Pra ja mësoi mënyrën se si të qëndronte këtu në namaz. Prindrit bëjnë mirë të falen namaz nafile në shtëpi. Namazi më i mirë pas farzave është namazi më i mirë pas farzave, domethënë namazet nafile është më mirë me i fal në shtëpi. E thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, afdalu salati al-mar'i fi bayti illa al-maktuba. Namazet më të mira të robët janë në shtëpi përveç namazeve farze. Dhe sipas një hadithi tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë namazi që namazi nafile që njeriu e fal aty ku nuk e shohin njerëzit, e ka shpërblimin 25 herë më shumë se sa namazi nafile aty ku e shohin njerëzit. Vajzat i edukojmë me hijab. Domethënë prindit i edukojnë me hijab. Që domethënë kur për shembull 8 vjeç, 9 vjeç, 10 vjeç me ja mësu shamin, me ja mësu hijabin, që të edukohet, që të formohet, që të përcaktoj se kujt grupi shoqëror i përket. Duhet që ta formojmë, t'i formojmë vajzat. Mirë po, ka nëna që thonë dajlat lirë. Kjo teori nuk është teoria jonë. Dajlat lirë vajzën ta zgjedh vetë. Ne edukojmë vajzën. Thonë që ne nuk e imponojmë. Nuk ja imponoj shamin. Nuk ja imponoj fen. Do ta lë ta zgjedh vetë. Këtë fjalën imponim nga e kanë marrë. Kjo nuk është prej nesh. Këtë fjalën imponim e kanë marrë nga teoricentët, nga sociologët, e kanë marrë nga qafirat. Kjo nuk na përket neve. Ne mësimin e fëmijës që të fal namaz, edukimin e vajzës që të mulohet, ne nuk e quajmë imponim, po e quajmë edukim. Ngjashëm me dërgimin e fëmijës në shkollë, e çojmë shkollë. E quajmë edukim, nuk e quajmë imponim. E këshillojmë fëmijën, kujdesemi më të madhe që shkojnë në shkollë, se do marrë profesion, do marrë zanat, do mahet në jetë. Ngjashëm me këtë, ne edukojmë fëmijën që të marrë rrugën e ahiretit, që të ketë moral, që të ketë turp, të falë namaz, të jetë e mulume, se për ne la kurisia gjë e keqe, o gjuna. Për ne e quajmë edukim këtë. Kështu që ne duhet ta dërmojmë këtë koncept. Për të ardhur keq, ka femra që e kanë këtë koncept gabuar. Ose për shembull, ka prindër që thonë, mua më ka udhëzuar Allahu, nuk më dhan fen prindrit. Që është shkollë të lartë ose në lagje, edhe elhamdulillah, më këshilloi njëri ose më ra dorë një libër, udhëzova. U kava për fen. Prestot që dhe fëmijëve të mi t'u jap Allahu, dhe unë nuk po u flas. Edhe ky koncept është i keq. Allahu ne na ka udhëzuar. Dhe ne kemi kuptuar që në ka urdhëruar Allahu në Kur'an mbrojmë veten dhe familjen nga zjarri i xhehenemit. Kështu që ne që tashmë jemi të udhëzuar, duhet bëjmë detyrën, të edukojmë fëmijët, të këshillojmë fëmijët, të mësojmë fëmijët, ta mësojmë vajzën me namaz, ta mësojmë me shami. Ky koncept është i gabuar. Është koncept i keq. Ka edhe motra muslimane, nëna që thonë se dua që vajza të shijoj jetën, të shijoj bukurinë, derisa të hyjnë moshë. Edhe ky është koncept shumë i keq, shumë i gabuar. Shamia për ne nuk e privon nga bukuria, nuk e privon nga kënaqësia e jetës. Është e plotson femrën. Kështu që këto janë konceptet gabuara, këto janë ide të këqija. Në një farë mënyrë këta kanë rënë preje propagandës së kafirëve. Pra këta me këto ide sigurisht thonë që ne duke u munduar kemi privu veten nga të mirat e jetës, nga gëzimet e jetës, po ky ka qenë fati jon.
Nuk është e vërtet. Motrat muslimane me shami e shijojnë jetën më mirë. E gëzojnë më shumë jetën. Sepse ato jetojnë me nder, me moral, i plotësojnë dëshirat e mënyrë të lishme, formojnë familje, respektohen si nan, nderohet si bashorte, respektohet si motër, gëzon statusin e saj në shoqëri, ka drejtën e pronësisë, nderohet siç e ka thënë Allahu në Kur'an, yu'rafna, pra dallohen, nderohen, jo si ato që poshtrohen, që provokohen, që ngacmohen. Allahu subhanahu wa taala na ruajt. Pra janë ca koncepte të gabuara, ca teori të këqija që po përhapen ke një pjesë e motrave muslimane që ne duhet i dërmojmë. Edhe të sqarojmë që duhet me formu vajzën me shami të rregullt, me veshje të rregullt, për të ardhur keq. Një pjesë e vajzave të familjeve islame janë pa shami. Unë flas për për viset, për Shqipërinë, po besoj se situata këtu është më e mirë, alhamdulillah. Një pjesë pa shami. Një pjesë e kanë shamit pa rregullt. Janë më mirë se ato që dalin pa shami apo dalin gjysmë lakuriq, por një shall, një veshje të ngushtë, nuk e përmbushin detyrën që ka përmendur Allahu në Kur'an, që ne ka mësuar profeti sallallahu alajhi wasallam për hadithe. Allahu i ka mallkuar ato që kanë veshje pa rregullt. Profeti sallallahu alajhi wasallam i ka mallkuar ato sipas hadithit. Domthonë është mallkimi i Allahut të lartësuar, sipas hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam. Një pjesë ecën me idenë që vajza nuk merr gjuna derisa të hyjë në moshë. Prandaj thonë po e la derisa të hyjë në moshë, pastaj do e vesh amin. Edhe kjo është gabim. Sepse vajza nuk merr gjuna, por prindi duhet ta mësoj me namaz, duhet ta mësoj me agjërim, ta mësoj ta mësoj edhe me mulesën. Që kur të hyjë në moshë vajza të jetë mbuluar, sepse kur hyn në moshë, pastaj ajo ndikohet nga shoqjet e saj. Pastaj ajo mendon se unë përkas këtij grupi që janë për shami. Edhe jo këtij grupi që është me shami. Ndaj një pjesë e prindërve kanë dështuar. Masi vajza ka hyrë në moshë, nuk e ka vënë më shami. Allahu i bëf mirë punët. Edukimi i fëmijëve me agjërim. Edhe kjo është më e lehtë, alhamdulillah. Fëmijët shumë tregojnë interesim për agjërim. Përdesa fëmia i ka plotësuar 7 vjeç dhe ka hyrë për 8, dhe e përballon agjërimin, se nëse nuk e përballon, atëherë çështje tjetër. Atëherë e shtym. Dhe e këshillojmë që të mos agjëroj. Po nëse fëmia e përballon, atëherë ta nxisim të agjëroj. Jo të them mos agjeron. Sepse agjërimi i bën dobi, merr shpërblimin tek Allahu i lecuar fëmia, ka lit vullnetin, bëhet i vendosur, mëson durimin, ruhet nga të këqijat, ka shumë dobi për ta. Prandaj Rubejja binti Muawidh ka treguar kunna nusawwimu sibyanana wa nasna'u lahum al-lu'bata min al-ihni fa idha baka ahaduhum ala at-ta'am dafa'na ilayhi dhalika hatta yakuna 'inda al-iftar. Ne i mësonin fëmijët tonë që të agjërojnë. Edhe u bënim ca lodra, ose domethënë ca kukulla me prej leshi, i bënin aty në shtëpi, shumë të thjeshta, dhe kur fëmijët kërkonin ushqim, u japin këto lodrat, që të merreshin me to derisa të vinë koha e iftarit. Edukimi i fëmijës që të ruhet nga gjunahet. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu ka thënë, një herë Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ka marrë një hurmë arabie, po kjo ishte hurmë sadakaje, një hurmë arabie, po ishte hurmë sadakaje. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i thotë, kah, thotë, mos, hidha ato. Ema alimtu anna la tahillu lana sadaqa. A nuk e di ti, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, se ne nuk na lejohet sadakaja? Se nuk bën ajo për ne? Pra profeti sallallahu alaihi wasallam e ndaloi nga diçka që ishte haram. Ndaj duhet që kujdesemi të mësojmë fëmijët që të ruhen nga haramat. Nëse fëmia sjell në shtëpi diçka që nuk është e tij, tregojmë kujdes. Nëse ka vjedh diçka, duhet ta ndalojmë dhe sendit t'ia kthejmë atij që e ka marrë. Nëse fëmia ha diçka që është haram, duhet ta ndalojmë. Kërkon të hajë diçka që është haram, duhet që ta ndalojmë. Madje të mësojmë fëmijës që të ruhet nga gjërat e dyshimta. Profeti sallallahu alaihi wasallam ruhej nga gjërat e dyshimta, shokët e tij ruheshin nga gjërat e dyshimta. T'ia mësojmë fëmijës moralin e lartë, ta mësojmë fëmijën me durim. Allahu Rasul ka përmendur në Kur'an se Luqmani alayhi salam i tha birit vet, i tha ja bunayya aqim as-salata wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar
wasbir ala ma asabak. O birim, fale namazin, urdhro për të mirë, ndalo nga keqja dhe duro ndaj të këqijave që të bien. Pra e këshilloj që të duronte. Ta mësojmë fëmijën me thjeshtësi. Allahu i lartësuar ka përmendur në Kur'an se Lukmani tha birit të vet: "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas, wala tamshi fil ardi maraha." I tha, mos e hiq fytyrën mjaft kur të flasësh me njerëzit, mos u fol me përbuzje, mos i përçmo njerëzit kur të bashkëbisedosh me ta. Dhe mos ec me menimasi në tokë, po ec me thjeshtësi. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allahu i lartësuar nuk i do ata njerëz që janë mburavec, që mbahen me të madhet, që janë me një mëdhej. Waqsid fi mashik, ec me thjeshtësi në tokë. Waghdud min sautik, dhe ule zërin. Pra t'ia mësojmë fëmijës dhe etikën e të folurit. Flas mirë, flas sakt, flas drejt, të flas me thjeshtësi, mos mësohet zhurmaxhi, grindavec, mos bëj potere, mos ngrej zërin. T'ia mësojmë dhe etikën e të folurit fëmijës. Ta mësojmë fëmijën me trimëri. Ka treguar Abdulrahman ibn Auf radhiyallahu anhu se ata që kanë vrarë Abu Xhehlin kanë qenë dy djem. Thotë i pash njërin djallën time, njërin të majtën time. Secili prej tyre më tha më tregoi Abu Xhehlin që të mund ta vras. Edhe ua tregova, thash ja ku e keni. Mesin e ushtrisë i dhujtarëve, kafirave. Ju vërsulën të dy. Ju shepën edhe secili prej tyre ia dha një goditje. Ursun tokë Abu Xhehli. Pastaj ka shku, përmendën hadith tjetër kjo, në këtë hadith ja ka prej kokën Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Po këta dy djem të ri shkonin ke profeti sallallahu alaihi wasallam dhe secili prej tyre tha unë e vrava Abu Xhehlin. Secili prej tyre thonë që e vrava unë. U tha profeti sallallahu alaihi wasallam, mi tregoni shpatat, ja treguan shpatat profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe u tha profeti sallallahu alaihi wasallam, të dy e keni vrarë. Ky hadith në Sahihun Bukharit tregon për trimërinë që kanë pas djemt në kohën e sahabëve. Ta mësojmë fëmijën që të mos bëj keq. Mos dëmtoj shokët, mos u bëj keq komshive, mos bëj padrejtësi. Ta mësojmë fëmijën që të jetë bujar, të jetë mikpritës, të jap sadaka. Për shembull, japim diçka fëmijës, i themi futen në arkën e xhamisë, ose japim çoje ke filani. Ta mësojmë fëmijët me njëri tjetrin që të ndajnë ushqimin e gjërat me njëri tjetrin, që të mësohet zemërgjerë, tolerant, shpirt mirë, mos mësohet egoist. Për shembull, fëmia do t'i ruaj gjërat vetëm për vete, mos u jap tjerëve. Ta mësojmë fëmijën që t'i ndaj gjërat me shokët, vajzën t'i ndaj me shoqet, që ta mësoj bujarinë, të mësoj tolerancën, shpirt mirësinë që në veçli. Ta mësojmë fëmijën me drejtësi. Mos jeti i paançëm, mos jeti i ançëm, mos jeti i padrejt. T'ia mësojmë fëmijës edukat. Unë përmendë disa morale këtu, po ka edhe tjera. Është diçka që quhet moral, është diçka që quhet edukat, normat e edukatës. Me fjalën moral kam për qëllim durimin, zuhdin, thjeshtësinë, drejtësinë, bujarinë, trimërinë dhe të kundërt e tyre që janë moralet e këqija. Me fjalën edukat kam për qëllim edukatën e të ngrënit, edukatën e të pirit, edukatën e mezhlisit, edukatën e këndimit Kuranit, edukatën e gjumit, edukatën e selamit, edukatën e marrjes leje, edukatën e udhëtimit. Edhe kësaj pjese i ka dhënë rëndësi feja jonë, se ka është një xhamat me metodë gabuar. Thotë feja, sa gjërat fesë sipas tyre janë të rëndësishme. Pjesa tjetër janë lëvosh, janë e parëndësishme. Kjo metodë në kundërshtim me Kuranin, me hadithet dhe me rrugën e dietarëve të umetit. Allahu në Kuran ka përmendur edhe normat e edukatës, ka përmendur apo jo? Po. Normat e selamit, disa normat kërkimit leje. Profeti ka përmendur për hadithe, po dietarët e umetit, për shembull libri Riyadhus Salihin. A përmendur aty normat e edukatës? Padyshim që po. Kështu që këta njerëz realisht, ky xhamat nuk kanë asnjë dietar në mesin e tyre. Ata janë besimtar, janë muslimanë, e duan fenë, përpiqen për fenë. Unë nuk e konsideroj gjithë bidatçi, po kjo është një e vërtetë. Nuk ka mundësi që të kenë një dietar në radhën e tyre. Kanë mendimtar, kanë shkrimtar. Se ky artikulim është shumë i gabuar. Ne duhet
çështjet e fesë normale që kanë shkallë të ndryshme rëndësie, ka çështje më të rëndësishme, po ama nuk ka asnjë çështje të fesë që e përmban Kurani dhe Suneti i Profetit që është pa vlerë, që është e kotë. Pavarësisht se këta kanë interpretim gabuar dhe nuk janë kundër fesë, mirë po kjo metodë nuk është e saktë. Atëherë pra i mësojmë fëmijës dhe etikën. Dhe po përmend një hadith që flet për këtë pjesë. Amr ibn Abi Salama po hante ushqim me Profetin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po dora i shkonte në tepsi apo në sahanin ku po hanin ushqim, sa në një anë, sa një qosh në një qosh tjetër, dhe Profeti sallallahu alaihi wasallam ja mësoi disa rregulla të ngrënit. I tha: "Ya ghulam, semillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." I tha: "O djalë, thuaj bismillah. Ha me të djathën dhe ha nga ana jote." Tha që kur mi ka mësuar Profeti këto rregulla, i kam respektuar. Edhe unë tashmë, dhe unë gjithmonë ha në këtë mënyrë siç mësoi Profeti sallallahu alaihi wasallam. Ti mësojmë djemt që shkojnë në xhami. Që kur mushin 7 vjeç dhe hyn për tet, ta mësojmë vinë në xhami. Të mësohen me xhamin, të lidhen me xhamin. Është shumë e rëndësishme kjo. Se po urrit me xhamin, do të vazhdojë inshallah taala sa të jetë gjallë. Prandaj thot Xhabir ibn Samura, thot kam fal me Profetin as-salat al-ula, ose namazin e sabahut ose të drekës, se kjo fjalë përdoret për të dyja. Dhe thot doli Profeti nga xhamia, dola dhe unë. Në rrugë ishin disa djem. Profeti e ka përkëdherur gjithë secilin për tyre, e ka prekur faqet. Edhe mund të Profeti mi preku faqet. Edhe e ka përmendur domethënë se si ishte dora e Profetit. Thot ishte shumë e freskët dhe ishte e këndshme me erë të mirë. A thua se i kishte nxjerr dorën nga kutia e atij që shet mban ose shet parfume. Në një hadith përmendet se i kanë thënë Profetit: "O i dërguar Allahut, i ka zënë gjumi burrat, gratë, was-sibyan janë fëmijët, janë djemt." Që do thotë se dhe djemt falin yacin në xhamin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Të kujdesemi që fëmijët tonë të marrin pjesë në halakatet ku mësohet Kur'an, mësimet e fesë në xhami. Ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, thot i kam pas mësuar suret e fundit të Kuranit, al-Mufassal, al-Muhkam, nga surja Qaf ose surja al-Hujurat, se në dy mendime dietarëve, al-Mufassal fillojnë ose nga surja Hujurat ose nga surja Qaf, deri në fundin e Kuranit thot. Këtë pjesë të Kuranit e kisha mësuar thot kur isha në moshën 10 vjeçare, ndërkohë që ka vdekur Profeti sallallahu alaihi wasallam. Sipas mendimit e Abdullah ibn Abbas i ka mësuar këto, domethënë ka qenë 10 vjeç, por ka qenë 12 ose 13 vjeç kur ka ndruar jetë Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Ahmed ka thënë, babaim, pra Imam Ahmedi thot, ma ka diktuar gjithë Kur'anin, ma ka mësuar, domethënë ma ka mësuar Kur'anin nga fillimi në fund. Jo vetëm kaq, po Imam Ahmedi librin Musnad ua ka mësuar, e ka në mezhlise, e ka lexuar me djemt e tij, me Abdullahun dhe djemt e tjerë të tij. Pra mësime dije që zhvilloheshin në shtëpinë e Imam Ahmedit, përveç mësimeve që i kishte për nxënësit, për dietarët në xhami. Mësimi i Kuranit përmendesh ka mirësi të shumta. El-A'mash u tregonte hadithe, sipas një transmetimi, u tregonte hadithe fëmijëve. E dikush i thot, po ç'a bën kështu? Dijen hadithet po përcjell fëmijëve që ta të bëhen transmetues të haditheve. Ai tha, shiko këtu. Këta do ruajnë fen tënde. Domethënë këta do mësojnë hadithet, do bëhen kërkues diturisë, në të ardhmen do bëhen dietar, dhe këto hadithe që un po mësoj këtyre tani, do ja përcjellin ummetet më pas. Dhe padyshim që një pjesë atyre që kanë marrë mësim në mësimet e dietar, kanë marrë pjesë në mezhliset e dietarëve, janë bërë dietar. Sa ata fillonin kërkimin e diturisë në veçli, po lexojnë biografinë e dietarëve, kur mësonin Kur'anin në veçli. Po hadithet kur fillon me mësu, që në veçli. Fillon me mësu hadithe përmendesh.
Imam Buhari ka mësuar hadithet në Buhara dhe në Sabur derisa arriti 15 apo 16 vjeç. Krejt hadithet që kishin dietarët e kësaj zone, dietarët e hadithit. Pastaj filloi udhëtimet Mekë, Medinë dhe në vendet e tjera të botës islame derisa u bë imami i madh i hadithit. Më herët në vendin ton kanë pas mejtepe, mektebe që mund ta quheni ju, a kupton? Kutab ketatibi thon në gjuhën arabe. Ku fëmijët mësonin Kur'an, ku mësonin fen, ishte një hoxh ose një thirrës që mësonte atyre fen Allahu subhanahu wa taala. Ndaj ne duhet të përpiqemi fort që për çdo 10 ose 15 fëmijë të jetë një edukator. Imami, vaizi, myfti, o çështje tjetër, mundet që edhe një imam të jetë edhe edukatori i fëmijëve. Por ne duhet të përpiqemi për këtë pjesë. Dhe kjo alhamdulillah nuk përbën një konkurrencë të madhe, një problem të madh në kushtet tona. Të përpiqemi të mbledhemi ne, të mbledhim 10 fëmijë, edhe ta gjejmë një apo 2-3 edukator e të japim mësim të rregullt. Mësojnë Kur'an, mësojnë arabisht, mësojnë hadithe, mësojnë rregullat e fesë, po edukator të aftë dhe të sinqert, çiltër. Kështu do të mundemi ne që të edukojmë njerëz të hajrit inshallah taala. Dhe këta fëmijë pse jo? Mund mësojnë zanat, në shkolla të ndryshme, marrin profesion për të ardhmen e tyre, por edhe mësojnë fen. Pastaj nëse u hap Allahu, masi kalojnë disa vite, mund bëhen dietar. Në të kundërt kanë marrë formim fetar, janë bërë njerëz devotshëm. Kanë marrë rrugën e ahiretit dhe vazhdojnë në këtë drejtim. Pra unë mendoj që për çdo 10 ose 15 fëmijë ne na nevojitet një edukator. Dhe të përpiqemi ta sajojmë këta. Kështu që ti zhvillojmë mektebet, qendrat, shoqatat, nuk ka problem emri. Ose të përpiqemi nëse është e mundshme tek xhamiat që të mund të edukohen fëmijët pranë xhamiave. Të mësojmë fëmijëve dhikrin. Salaf të këtij umeti u mësonin dhikrin fëmijëve. Ebu Bekra radhiyallahu anhu e bonte një lutje para selamit në namaz që i kishte mësuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe e ngjon djalit i tij Muslim ibn Abi Bekra. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri wa 'adhab al-qabr. O Allah, më ruaj nga kufri, mosbesimi, më ruaj nga varfëria dhe më ruaj nga dënimi i varrit. E ngjon babai, pra Ebu Bekri, e ngjon djalin duke thënë këtë lutje, i tha, ku e mësohet këto? Tha, kam mësuar prej teje. I tha, thuje këtë rregullisht, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam e thoshte në fundin e namazit para se të jepte selam. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu u mësonte këtë lutje fëmijëve, ashtu sikur se i mësonte mësuesi fëmijët, u mësonte shkrim dhe lexim në mejtep, në kutab. U mësonte fëmijëve këtë lutje. Allahumma inni a'udhu bika min an uradda ila ardhali al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min adhabi al-qabr. Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn. O Allah, më ruaj nga frika. Më ruaj nga mosha e thyer kur njeriu e humb vetdijen. Më ruaj nga fitnja e dynjos, sprova e dynjos dhe më ruaj nga dënimi i varrit. Ka thënë Sa'di radhiyallahu anhu, profeti sallallahu alaihi wasallam e bonte këtë lutje para, domethënë e bonte në fundin e namazit, prandaj dhe Sa'di këtë sure pra u mësonte fëmijëve. Tu mësojmë fëmijëve jetën e profetit, tu tregojmë tregimet e jetës profetit, tu tregojmë tregimet kuranore, jetën e shokëve të profetit, se fëmijët kanë nevojë të ngjojnë tregime, janë shumë të dhënë pas tregimeve. Dhe kjo shpjegon arsyeën pse fëmijët ndjekin telenovela, ndjekin filma vizatimor, gjëra që kryesisht janë të dëmshme për fëmijët. Këtë pjesë ka dëshirë fëmia me gjuhë tregime. Ne mund t'u plotësojmë me tregimet e profetëve, tregimet kuranore. Jetën e profetit. Jeta e profetit është mrekulli. Ka thënë Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kunna nu'allimu sibyanana maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kema nu'allimuhum as-surata min al-Quran. Thot ne u mësonim fëmijëve ton
jetën e profetit, kronikën e luftrave të profetit sallallahu alaihi wasallam, ashtu sikur se u mësonin atyre një sure të Kuranit. Pra u flisin për jetën e profetit, për detajet e jetës së profetit, po edhe për luftrat që ka pas bën i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kështu ata u mësonin fëmijëve të tyre, u mësonin dashurinë për profetin ton sallallahu alaihi wasallam. Shkurtimisht po përmend tani disa shkaqe që çojnë në devijimin e fëmijëve. Sherret dhe grindjet e rënda në familje, në çift, mund të bëhen shkak për devijimin e fëmijëve. Përkëdhelia e tepërt, egërsia, trajtimi i ashpër, i dhunshëm, kur prindrit nuk marrin drejtësi mes fëmijëve, kur prindrit kanë mungesë, nuk janë pranishëm në shtëpi, në familje, ose mungojnë gjatë. Kur prindrit i lanë fëmijët, u japin liri të plot. Liri pa kufit, përdor celularin, shoh televizor, shoqërohet me shok, të rinë rrugë, konsumoj lloj-lloj gjërash pa kufizim. Kjo është e dëmshme. Kur prindi nuk kujdeset për kohën e fëmijës, e le fëmijën ta harxhoj kohën, ta çoj kohën pa kriter. Edhe fëmia e humb kohën. Nuk do të po themi që fëmia të mos argëtohet, fëmia të mos lujë, fëmia të mos shoqërohet me shokët. Jo, nuk po themi këtë. Ka nevojë për këtë pjesë fëmia. Por koha e fëmijës do të jetë e programuar, edhe koha e luajtjes, edhe koha e argëtimit, koha e shoqërimit me shokët, shohim me shokët me të cilët shoqërohet. Kur prindërit kanë përparësi dynjon e fëmijëve, karshi ahiretit të tyre. Kur prindërit nuk sakrifikojnë për edukimin e fëmijëve, dhe për këtë pjesë fola pak më përpara, kur prindërit i kanë fëmijët në një ambient të keq, në një shoqëri të keqe, në një mjedis të keq, këtu mund të kenë probleme fëmijët e tyre. Në qoftë se fëmijët kanë shoqëri të keqe, prandaj është përgjegjësi e prindit që të përpiqet të gjejë shoqëri të mirë për fëmijët. Domethënë vajzat ketë shoqe të mira dhe djalit ketë shok të mirë. Edhe me u kujdese me kë shoqërohet fëmia. Tani shumë shpejt do t'i përmendim disa gabime në edukimin e fëmijëve. Ka prindër që kujdesen vetëm për shkollimin e fëmijës, por nuk kujdesen për fenë, për ibadetin, për moralin. Edhe kjo është gabim. Kujdesen për shkollimin, po edhe për fetarinë dhe moralin e fëmijës. Friksimi i fëmijës me gjëra imagjinare, gjëra që nuk ekzistojnë. Kjo nuk është e saktë, sepse fëmia pastaj zhvillon, do të ketë fobi, do të ketë pasiguri, do të ketë frikë. Po fëmia do të mësojë frikën prej Zotit, shpresën të mirë të Allahut. Se kjo e bën që të jetë i qetë, të ketë stabilitet, të ketë vendosmëri, ta shohë të ardhmen me siguri dhe me qetësi. Ka prindër që u flasin fëmijëve për personalitetet, për njerëz të ulët, sportistë të ulët, artistë të këqij të ulët, këngëtarë dhe këngëtare që janë njerëz të ulët, shkencëtarë, filozofë që kanë prish njerëzimin, Allahu i lartësuar na ruaj. Vend që të flasin për profetet, shokët e profetit, dietarët e ummetit, komandantët që kanë çliruar vende të ndryshme të botës së Islamit, që fëmia, të shohë këta personalitete, domethënë të mëdhej. Njerëz që kanë pas ndikim të madh në përmirësinë e gjendjes së njerëzve. Nëse fëmia ngjon familje, ngjon nga prindër, ngjon nga njerëzit vetëm, filon politikan, filon mret, filon artist, sportisti, këngëtarja, biznesmeni, kapitalisti, shkencëtari, filozofi, vetëm figura të dynjos, vetëm njerëz që shumica atyre kanë prish njerëzimin, kanë prish njerëzit, Allahu i lartësuar na ruaj, atëherë kjo ndikon negativisht në formimin e fëmijës. Ka prindër që mbjellin tek fëmijët ndjenjat e fanatizmit. Fanatizmi për shembull për një komsi, për një racë, për një ngjyrë, për një krahin. Edhe kjo është e keqe, është e dëmshme. Fëmia do të mësohet, domethënë që ne jemi muslimanë, i përkasim me Islam, vllazëria islame,
dashuria për hir të Zotit, urrejtja për hir të Allahut subhanahu wa taala. Duhet fëmijët ta mësojmë me këtë përkatësi, me këtë identitet, ta ushqejmë me këto ndjenja. Këto duhet i ketë të zjarrta fëmia. Ka që u mësojmë fëmijëve, domethënë terme që bien kundërshtim me fen, gjëra që janë kundërshtim me fen, këngë, vjesha të këqija që kanë përmbajtje të keqe apo që bien kundërshtim me fen. Bëjmë mirë që të kujdesemi për arabishtën, edhe një nga problemet që kanë muslimanët është mos interesimi për të mësuar arabishtën fëmijës. Fëmijë arabishtë, mësimi arabishtës tregon inteligjencë, ke muslimanë, zgjuarsi, pjekuri. Do ketë formim më të mirë fëmijë që mëson arabisht, që do të flasë arabisht. Pra ka ndikim në shumë aspekte arabishtja, sepse të parët e këtij umeti, domethënë, një nga faktorët që ndikoi domethënë në burrninë e tyre, në pjekurinë e tyre, në suksesin e tyre ka qenë dhe ruajtja e arabishtës. Dhe përhapja e arabishtës, se ajo është gjuha e Kuranit, e Sunetit, e literaturës fetare. Unë nuk po them që e kanë farz gjithë muslimanët ta mësojnë arabishtën. Mirë, po ne tregojmë interesim për përhapjen e arabishtës. Ka prindër që nuk kujdesen për veshjen e fëmijës, fëmia vishet keq. Nuk vishet ashtu siç duhet, veshje me figura, veshje me forma frymorës, ose shfaq auret, veshje shumë e ngushtë, vajza viset me të ngushta e kështu me radhë, për të pjesë folët edhe pak më përpara. Ka prindër që i lejojnë fëmijët të lexojnë libra prallash, romane, libra që përmbajnë shirq, përmbajnë ide të gabuara, do të bëjmë kujdes. Mjafton që fëmijët lexojnë tekstet mësimore. Edhe pse kanë përmbajtje me probleme, po qëllimi është që të mësojnë shqipen, të marrë një zanat, një profesion në jetë, kështu që këto libra, synimi është që të mësojnë shqipen, marrë profesionin, kurse çështjet e tjera nuk janë për synim. Edhe pse ekzistojnë gjëra të tilla mrena. Nësa librat e tjerë, romane, libra prallash, gjërat ato janë bërë për formimin e fëmijëve. Dhe në qoftë se i jap liri fëmijës, si lexojnë gjëra të tilla, ato mund të ndikojnë keq tek fëmia. Po ne atë pjesë ja zëvendësojmë fëmijës. Le të lexojë tregimet e profetëve. Le të lexojë fëmia për shembull jetën e profetit. Tregimet që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam, jetën e sahabëve. Literaturën islam, elhamdulillah, sa vjen dhe shtohet literatura islam. Ta mësojmë fëmijë. Ka dhe libra të shifruar mirë. Lexoj komentin e Kuranit, përkthimin e Kuranit. Do mësoj shqipen, do aftësohet. Kështu që libra jashtëkollor për fëmijë do të jenë kjo biblioteka islame fetare që ne kemi në familje, e ta bëjmë kulturën, leximin e librit. Ka prindër që flasin fëmijëve dhe mësojnë fëmijën për gjurmuar, domethënë ato që kanë zbuluar ato arkeologët, një monument kulture, gjurmë historike, domethënë historitë e popujve të lashtë, dhe flasim domethënë çka ka zbuluar kinezët e amerikanët, e çfarë ekziston në Afrikë këtej dhe andej. Këto janë muhabete domethënë që nuk kanë dobi për fëmijët tonë. Fëmijët tonë të njihen me Ka'ben, me xhaminë e profetit sallallahu alajhi wasallam në Medinë, me historinë e profetëve, mundësisht i marrim të çojmë Mekë dhe të çojmë Medinë, të njohin historinë e vendit tonë që ka qenë vend islam, të njohin kontributin e njerëzve të mëdhej dhe në vendin tonë, të rriten dhe zhvillohen me këtë pjesë, pastaj kur të rriten, të marrin dituri, të kenë formim fetar, nëse kanë formim dhe dije fetare, mund të lexojnë libra kur kanë aftësinë që t'i kundërshtojnë. Idetë e këqija që përmendën tonë, në të kundërt jo. Ka prindër që i mësojnë fëmijët me ndjenja të dëshirën për hakmarrje. Mëson të ketë inat, të marrë hak, vërsulet ndaj të tjerëve, dhe kjo është e dëmshme. Ka prindër që i mësojnë fëmijët me zakone, me gjëra që bien kundërshtim me edukatën. Ka prindër që i mësojnë fëmijët që të përgjojë të tjerët. Shko, përgjoje filani, çfarë do thotë, do mësillësh fjalët. Kjo mësojnë fëmijën gabim. Ka prindër që e vren fëmijën gënjen, thot fjalë pista, gabon fëmia, nuk e trazon fare, nuk shqetësohet, nuk e korrigjon fëmijën. Dhe kjo është gabim. E le fëmijën para televizorit, pa kriter.
Pra deri këtu ne përmendëm disa gabime në edukimin e fëmijëve. Ka dhe të tjera, unë të përmenda si shembull. Ky është i proces, domethënë i lehtë, elhamdulillah, i mundshëm, por do seriozitet, do përpjekje, do interesim. Ti lutemi Allahut, të mbështetemi tek Allahu, të bëjmë përpjekje, sa që bëjmë përpjekje, Allahu i lartësuar i jep sukses. Allahu me bujarinë e tij, me mirësinë e tij, do i ndihmoj prindit që tregojnë interesim dhe kujdes për fëmijët e tyre. Allahu shpëlbej të mira. Këtu unë i mbylla mësimet.